Po të ndërum, se bismillahi, koncepti, meditimi i fjallës, bismillah. Bismillahi është domethënës, pra me emrin e Allahut Azze ve Gjell. Zaten edhe kur i dërguar i Allahut, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam u emërua për pejgamber, historia e njohur, i zbriti Gjibrili dhe i tha, Iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Lexo Muhammed në emrin e Zotit ton që ty të ka kriju. Kjo shpallje, jemi në muajin Ramazan, muaj i cili ka zbrit Kur'ani, muaj i cili Kur'ani kahdo që ka kalu, gjërat i ka madhështu. Sunullah, Gjibrilin a.s. Kur'ani si ja zbriti Rasulullahit. Kush e bëri të njohër Muhammedin a.s. Kur'ani. Natën e Kadrit kush e boni të madhështume të njohër? Kur'ani. Ramazanin, Kur'ani. Fjalët e para të lexo, ku emërua pejgamberi a.s. ishin Iqra, po ky lexim, ky studim, ky meditim, si duhet bëhet? Duhet bëhet me emrin e Allahut krijuesit ton. Tani, Me bismillah do. me bismillah. Bismillah është domethënës. Bismillahin besimtari, unë dhe ti dhe të tjertë, duhet ta kuptojmë sinqerisht, rrënjësisht dhe thelbësisht, se të flitet për bismillahin është një temë shumë e gjanë, ku me orë të tëra, apo me ditë, apo me muaj nuk mund t'je dalim hakit. Po për shkak minutazhës dhe kohës dhe pyetjes që jemi në standarde, atë ne po i kemi veçu disa mësime dhe të shkurtra. Pra, muslimani, pse tha, pyetjen e bone, pse bismillahi, pse me bismillah? Muslimani, me bismillah e begaton fjalimin e ti, e fillova me bismillah. Fjalimi jon, këshilla jon, prezenca juaj, çdo begatohet vetëm se me bismillah, pra vetëm se me emrin e Allahut tjetra. Me emrin e Allahut me bismillah mendojmë, me bismillah shprehemi, me bismillah shkruajmë, me bismillah punojmë, pastaj me bismillah jemi në këtë studio. Me bismillah me shumë dashamirësin këtë muajt bekuar po komunikojmë, e bismillahi e formëson këshillën, bismillahi e bon që fjala me rrjedh shumë qartë nga goja tona. Me bismillah zemra pushon. Dietarë thonë me bismillah qetësohet dhe rahatohet shpirti. Me bismillah e bekon jetën, me bismillah e bekon vdekjen, me bismillah me emrin e Allahut Azze ve Gjell, ringjallja jon do t'jetë në ditën e gjykimit me lehtësi, inshallah me emrin e Allahut edhe llogaria jon do t'jetë ashtu siç është mas mirti për çdo besimtar dhe besimtare. Në përmbyllje të përgjigjes së pyetjes tuaj, pra themi me bismillah është jeta jon, vdekja jon dhe prezentimi jon i denj para Allahut Azze ve Gjell. Allahu na boft xhamat të bismillahit. Amin, ja Rab, amin.